Ka një shije të mrekullueshme dhe aromë të mrekullueshme, fantastike. Përgatitjen e kësaj recete na duhet 1 litër kos, na duhen 2 vezë, një pako më qofte, piper i zi, majdanoz i thatë, na duhen 2 lukme miell dhe krip. Kam ndezur vatrën, kam vënë pak vaj. Në momentin që do nxehet vaji, do hedhim edhe qoftet për të skuqur. Do vendosim qoftet për të skuqur. Kam vendosur që ta bëj me qofte të gatshme për të kursyer kohë, duke ja u sugjeruar edhe si një zgjidhje ideale kur nuk keni kohë, por mund t'i përgatisni edhe vetë në shtëpi. I kthej nga të gjitha anët, se mua me thënë drejtën më pëlqen të jenë të skuqura mirë. Pasi kemi skuqur qoftet, unë do fik vatrën edhe do vazhdoj me pjesën tjetër të recetës. Në një tas do hedhim fillimisht 2 vezët, pasi t'i kemi rrahur pak, do shtojmë edhe kosin. Vazhdojmë t'i përziejmë. Do t'i hedhim krip. Do t'i shtojmë 2 lugët e miellit, gjithmonë duke e përzier vazhdimisht që mos na mbetet me kokriza. Do t'i shtojmë pak piper të zi, edhe pak majdanoz që unë kam marrë të thatë. Dhe salcën e kemi gati, tashmë do marrim edhe tavën ku do ta pjekim. Në tavën do hedh pak nga vaji i qofteve. Për të pasur atë aromën tipike që kanë qoftet kur skuqen, edhe për t'i dhënë. Do hedhim salcën e përgatitur. Do vendosim edhe qoftet. Ja dhe tavën tonë e kemi gati. Do ta vendosim të piqet në një temperaturë prej 180 gradë për rreth 15 minuta. Ja dhe tavën tonë me qofte e kemi gati. Është pjekur ashtu siç duhet. Do presim që të ftohet e më pas ta shijojmë. Ja dhe recetën tonë e kemi gati, e patë edhe vetë se sa thjesht gatuaj, edhe se sa e shijshme është. Pres që ta provoni edhe të më komentoni.